sepse vepra penale për të cilat parashikohen në këtë gjykim, në këtë proces gjyqësor, sot një pjesë janë parashkruar, në vitet në vijim, 2-3 vite, parashkruhen të gjitha. Pra ka më shumë ngarkesa politike se sa juridike penale. Pra nuk ka lidhje fare, do t'ua themi shqiptarët. Çfarë ato do ta mbyllin fare, nuk prodhojnë. Do prodhojnë vetëm efekt mediatik. Por jo efekt penal. Pra penal. Në kuptimin askush i arrestuar, askush i gjobitur. Kjo është historia. Po tani shpërdorimi i detyrës aty është ka marrë fund. Ka marrë korrupsioni. Edhe ajo. Se ka dhe çfarë ka shkëmbyer palat në korrupsion si veprës, kemi edhe Nardin që e di më mirë. Pra, ky i akuzuar për korrupsion, sepse çfarë i ka dhënë Rivierit që e korruptoi. Se këtu mungon edhe prova e pretenduar dhe fabula dhe të bie fabula me cilën ke ngrit akuzën penale. Nuk e di këta kanë shëm teatrin dhe luajnë teatr atje. Jo, unë do të them kështu abasi, më ngjem me kujdes. Unë kam inat teorikisht po them, ja marr për Maltezin. Po. S'kam asnjë lloj arsye, po e bëj. Fabula, ose kam zili. Pse ky u bë i pasur? Edhe unë nuk u bëra, kam zili. Pyetja që unë ngre është, nëse nuk do të jetërsoheshe pronat e Partizani, ku unë jam rrit. Edhe kujtoj shumë mirë, domethënë se aty kam kalu fëmijërinë. A do ndërtonte dot Xhimi Begia, Emma Maltezi, Bektashi, kush janë aty? Do ndërtonin dot? Unë them se jo. Jo. Ka që të thjesht. Tani vendimi Berishës, a kolegjal, a imponuar, nuk do kishte pik vlerë në rast se zoti Rama një vit më vonë, në 2007, nuk do bënte këtë lloj tjetërsimit pronës. Sepse ta kam shpjeguar më përpara. Ligji 2006 thoshte, ish pronarët, se dhe lejet Rama i ka dhënë prapë, do bëhen pronar, po pa ndruar destinacionin. Pra këta thjesht do hiqnin nga drejtimi Alberxhani si president i klubit Partizani dhe do bëheshin këta president, po klubi do ekzistonte, do rinte aty. Teorikisht, ti do thuash tani, po pse këta do marrin klubin, do marrin sportistën. Po çfarë ka ajo? Jo, e kuptoj këtë histori. Po problemi është që për të arritur te kjo, duhej me patjetër firma e Edi Ramës. Tani Basiri apo dikush tjetër mund të thotë, po këta kanë 30 vjet bash, çfarë problemi kanë? Ore, kjo është mund të jetë kështu. Këtë ta thoja unë tani, kisha gati. Këtë mund të jetë totalisht kështu, por është një fakt konkret dhe këtë e mbyll këtu. E mbyllim që të kalojmë te çështja tjetër. Nga 1998, kur Edi Rama është futur për herë të parë në politik, dhe po e marr sikur dhe Sali Berisha është futur për herë të parë në politik në 1998 për t'i barazuar. 28 vite. Zoti Rama ka 26 vite pushtet. Nga 1998. 2 vjet 28. 2 vite kryebashkiak, 11 vite 2 vite ministri kulturës, 11 vite kryebashkiak, u bën 13. Edhe 13 vite ka tani kryeministri, u bën 26, po themi. 26, okay? Berisha ka gjithsej 8 vite kryeministër dhe 20 vite si opozitar. Ky zotëria ka 26 vite në pushtet dhe 2 vite si opozitar. Kujt dhe kush ka bërë për shumë dëm nga 1998 deri në 2026. Ky që ka 20 vite në opozit dhe 8 vite kryeministër. Lezohet kështu kjo. Po si lezohet kjo? Kur vjet në këndar, kjo punë nuk vjet kështu, se mund të ketë pas dikush shumë të ndershëm që për 30 vjet i ka bërë dashuri dhe vjen njëri për një vit të shkatrosë. Jo, e mbyll basim pa. Jam me Andin, pse? Po mima, ta mbyllun. Jo, vazhdo, po do ja përgjigjem pse. Vetëm ka gjë them. Unë këtë llogarit i bëjnë të tjerët. Unë bëra një llogari matematike. Unë thash, ky zotëria ka 26 vite në pushtet, nga të cilat dhe 26 pushtet dhe 2 vite si opozitar. Ky tjetri ka vetëm 8 vite në pushtet dhe 20 vite si opozitar. Gjithkush pastaj bën llogarit vet. E qartë. Pse jam me ju Andin në këtë gjë, se rezultatet i masin veprat e udhëheqësve dhe qeverive. Tani, Berisha bërë rrugën e kombit. Kjo është vepër shumë e rëndë. Si mund të lidhesh ti kombin me rrugë? Ja. Berisha goditi 40 banda kur ishte ministri i Sokollodashit. Mund ta bësh të keqë popullit, të heqësh qafë banditët. Kjo është vepër shumë e rëndë. Rama karmbizoi Shqipërinë. Kjo është lumturia e madhe, gjithë ashas, gjithë me lekë në përduar. Droga ishte, po hajde marrim me lekë dhe ke droga. I bërin nënën e bëri se 2 milionë euro 1 kilometër rrugë. Po bëhen rrugët me pak lekë si në Evropë. Rruga do lekë shumë se do të vjedhim. E bërim se 2 milionë kilometër. E bërim po Berisha nuk na renditi dot në 6-7 vendet e para trafikut drogës. E arriti Rama, na mori medalë ari, vend parë, vend dytë për trafik kokaine. Ku kemi si ne? Kush na ka dëgjuar zërin ne? Ne kemi dëgjuar
fshat në Ballkan diku. Vota flet ndryshe Çollaku. Nuk flet ndryshe. Duke folur me njerëz që kanë provu votën terren. Flet ndryshe vota. Jo, vota flet ndryshe në vot. Vota? Kur është bërë vota? Vota qytetar. Kush ka votuar? Qytetar kanë votuar? Formula e pagëzimit është në 8 nëntor 1462 në Macukull të Matit, premërtatit Birit Shpirtit Shenjtë. Amen. Si po pas kanë votuar njerëzit? Po do kanë shkuar thas me kuintala me ndrok hora me detyrove të flas tani. Se ke këtë vesti do t'i nxjerrish nga puseta letrat. Në vitin 2020, Prokuroria e nderuar e posaçme ka më një dosje që ka marrë nga partnerët tanë evropian dhe amerikan për të përmend një bandë, po t'i marrë me radhë, Elbasanin. Tani, qohet kreu bandës, që sot është i lirë. Ndrohen policët, nuk ndrohet personin kërkim. Për Sulçelën flet. Elbasanit është, po kush nuk e di. Kush ka hyrë në shkollë lexon abetaren e di këtë punë. Ergysa Gasi atje, Çela, Bajri. Ky zotëria duke folur me gjyqtaren e panderuar sepse është dënuar kjo për pjesëmarrje. Atimi fetau. Po. I thot vajzës të tregoj jamës, këta kishin folur me Taulandin. Kishin folur me Taulandin dhe i kishin kërkuar atij një listë emrash për tu arrestuar dhe në këmbim, clearing, si pallatet, ne ju sigurojmë 9 mandate për Partinë Socialiste në Elbasan. Ne thot jemi kamikazët tuaj. Pjesëdosje kjo, ha? Është shkrepje. Mi shkruaj qartë, i thot ai, i kishte thënë Taulandi pas rrëfimit të Çelës, t'ia çoj Ramës. E di kush është Rama ti? Kryeministri. Për Ramën e kemi andi, ha? T'ia çojmë Ramës thotë. Rama ka shumë biemra këtu. Dhe Edi Ramës, më Ramës, Taulandi le çoj Ramës. Rama, Basha, Berisha janë biemra popullor shumë. Po ndalemi te kjo meseleja tani. Ky thotë t'ia çojmë Ramës, ra dakord ai, u ba thotë ai. U kthy porosia mbrapsht, në rregull. Ne arrestojmë njerëz që doni ju na jepni 9 mandate, po marrni fjalën. Pra krimi organizuar. Që ata kishin prokurorin të kapur, gjykatën po, antidrogën po, spitalin po, se janë aty ndosë tani, ha? Gjyqtarët po. Këta që kishin pushtuar qytetin grupi kriminal, i garantojnë partisë 9 mandate. A quhen këta zgjedhje? S'kam pyetje tjera thonë sa nxënësor. Ose po Odir ka bërë disa raporte shumë të mira, të cilat janë copy-paste, është kjo shprehje që kopjojnë çfarë është shkruar vitën përpara, e ripublikojnë, sigurisht vendosin në duke të gjithë këto elemente. E mban mend 2 fjalitë e ndritura të Sobe Odirit për zgjedhjet? Se dhe këta më në fund u bindën, 2 rreshta. Parti Shtet 1 dhe krimi organizuar ndikojnë zgjedhjet. E po le t'i japin një zë më të madh. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një vrasje në qytetin e Memaliajt, një vrasje e cila sigurisht është ende në ato hetimet paraprake, por ne do përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodhi. Të lutem, regjia, më kalo me insertin për kuptuar kush është autori, viktima, le të themi backgroundet e tyre kriminale dhe rikthehemi për diskutim. Rreth 2 vite pas masakrës me 3 viktima në Memaliaj, ku mbeti i vrarë Shiqëri Kalemi, Gledian Muka, Marcel Çela dhe i plagosur Artur Kalemi, ky qytet u trondit sërish nga përplasja e grupeve kriminale, mbrëmjen e 21 prillit. Endri Goxha, 30 vjeç, i njohur me Nofkën Supe, do të ishte viktime të shtënave nga Donald Nela, i njohur me Nofkën Tupja. Ky i fundit shoqëroi në momentin e ngjarjes nga 2 vëllezërit e tij, Mariolt Nela dhe Dali Nela, i cili mbeti i plagosur rënd, shkak shkëmbimi i zjarrit mes 2 grupeve. Goxha i mësoi se ndrroi jetë gjatë transportit për në spital, plagët e plumbave do të ishin tepër të rënda. Dyshimet e kësaj vrasje janë për një konflikt të errshëm mes 2 grupeve kriminale, të cilët janë rivalë dhe që operojnë mes Memaliaj, Tepelenës, Gjirokastre dhe Sarandës. Burimi i përplasjes fatale, ashtu siç ndodhi rëndom mes grupeve kriminale, është sërish çështja e drogës. Autori dyshuar i policisë, i cili është në kërkim, Donald Nela, rezulton me precedent penal. I përfshirë në trafik droge dhe pjesëtar aktiv i një prej grupeve të strukturuara kriminale. Grupi i tij u godit në vitin 2018 nga policia e shtetit. Donald Nela në atë vit ishte një nga të arrestuarit pas përgjimeve ambientale që ishin bërë, lidhur me disa episode të trafikimit të lëndëve narkotike drejt Greqisë nëpërmjet kufirit të gjelbër, e teksa rezulton se bashkë me Ervis Hysajn kërcënonin me jetë Mikel Jorgjin dhe familjarët e tij. Donald Nela rezulton jetuar dhe për një grabitje të një pike këmbimi valutor në Sarandë. Ndërkohë, i vllai i tij është dhëndër në Fisin Kalemi, Fisi i cili njihet për përplasjet me grupin e Kristo Qiricit, ky i fundit i shpallur në kërkim pas aksionit të SPAK në vitin 2025,
ku u sekuestruan rreth 90 pasuri të tija, kryesisht në zonën e Sarandës. Përplasjet më të forta mes Kalemajve dhe Qiricit, dy grupeve të cilat operojnë në Gjirokastër dhe Sarandë, dolën në pamje vrasjen e Aleksandër Sadigajt, i cili ishte lidhje e Kalemajve, ndërsa disa muaj më vonë do të vritej Edmond Papa, vëllai i Qiricit. Dhe pas këtyre vrasjeve, tashmë duket se saga e përplasjeve vijon të jetë prezente, jo vetëm për akmarrjen, por dhe për kontrollin e territorit brenda dhe jashtë vijës kufitare në jug, pikërisht për trafikun dhe influencën në rrjetet e drogës. E si që kemi trajtuar shpesh këtu në sken krimi, sa më larg Tiranës të shkosh, aq më pak ndihet dora e ligjit, aq më pak në qytete të dobta ekonomikisht, ku duket se për të rinjt, përfshirja në grupet kriminale, është zgjidhja e përkohshme për të ndërtuar të ardhurat dhe influencën. Mirë, siç e dëgjuam insertin, viktim ka mbetur Endri Goxha, ndërsa autori i dyshuar i kësaj historie është Daniel Nela. Tani, çfarë dim për këtë vrasje? Është ngjarje, le të themi, e vonë dhe ende detajet hetimore nuk kanë shkuar në rrënjë dhe zhvillimeve që nuk janë të natës së brendshme kur kanë ndodhur, por janë dhe më herët, të them, backgroundi dhe përplasjet janë të vjetra, për rikthyer pikërisht me fabull të njëjtë, ai çfarë deri tani ka ardhur, le të themi, në informacion edhe nga ekipet hetimore, njoftimet e policisë apo kolegët tanë, ka të bëjë me histori trafiku, histori droge edhe këtu. Shef Rushën e piqet fiku me se shoh, edhe këtu tash e përmanda fatkeqësisht trafiku i drogës dhe punët publike të përziro nëpërmjet korrupsionit me këta grupe që fitojnë para nga droga, i pastrojnë nëpërmjet tendrave dhe punëve publike në sinkron me leje, me përfshirje, me aksione të zyrtarëve publik, qendror dhe vendor, kryetarët e bashkive, qeveritarët, deputet, natyrisht nuk lë jashtë vëmendjes as këta, nuk kanë munguar në këto emra as oficer policie, as prokuror dhe gjyqtar brenda këtyre grupeve, pra nuk kanë ndenjur dorë jashtë as ata. Nuk po them të gjithë, po ka jo pak prej tyre dhe shifrat tek oficer policisë kanë qenë më të larta, prokuror gjyqtar diçka më pak sepse edhe numri i tyre është më i vogël krahasim me organizatën e policisë, por janë prezent, janë ata aty. Kur shifnim nga njoftimet e strukturës së posaçme ditën e djeshme të vonë, po që tashmë sot e kem lexuar të gjithë, që ata arkat e verës ishin mbushur me prej 100, 200, 500, nuk e di a ishin të mykur as si disa parat më parë. Nuk e ishin mykur këtë herë, por kutit e verës ishin mbushur para dhe shqyr më në fund arritëm të gjejmë shtëpi dhe Karçanajt sepse ishte kryeministri i pikë të hallet, kishte hapur një llogari rrjedhëse për ta ndihmuar se mezi shkon dilte nga shtëpia. Aq ngushtë ishte se kishte marrë dhe shtëpi tjetër për të lënë rroba se nuk ja merrte shtëpia 200 metrash te Air Albania. Kishte marrë një 70 metrash këtej me lënë në plaçka, se rrobi ngushtohet. 200 metra se dalin sot. Dhe ata 200 metra tek Air Albania na pas kanë kushtuar 367.000 euro. Ta tallën. E ka marrë në grop burr. Ta tallën edhe me ujë kur morë. Po edhe në grop, po ç'i grop e ka marrë? E ka marrë në gropën e korrupsionit, sepse aty po ç'kosh pyesish tani? Po pa 5.000 euro nuk hyn në bisedë. Nëse 1 milion euro banes. Çështjen e Karçanajt do të diskutojmë, do të Memalia do të thuash që tek Memalia sepse më intereson njëri 29 tjetër 30 vjeç. Thën kur sa ishin ande këta që janë rasuar në Tiranë, kishte goditje në Beradhe dhe qytet tjetër në duket që shesin drogë nëpër shkolla. 30 goditje, 15 u arrestuan, 16 kanë përshtypjen në kërkim, diçka tillë ishte mund ta verifikoj zyrtarisht. Dakord jam, po e kuptoj që fëmijëve nëpër shkolla ne duhet u hapim çantë të shohim, a kanë libra, kanë hashashe kokainë. Pra në këtë gjendje kemi dhe të gjitha kanë në propagandën e zhurshme qeveritare nga një oficer sigurie që duhet të jetë aty. Çka ka bërë? Të parë që duhet arrestohen në këto shkolla ku ndodhin këto ngjarje, ku ka drogë që u shitet fëmijëve, të parë që duhen arrestuar të tjerë oficerë të sigurisë, nëse ata nuk kanë qenë lajmtarët e iniciuesit të operacioneve. Në këtë rast, nëse ata nuk kanë lajmëruar për 1 vit, 2 vjet, aty shitet droga, i parë që duhet arrestuar oficerë të sigurisë. Sepse ai ka dieni, ta them. Po që është sigurisht ata pjesëtarët e grupeve. Por edhe kjo zhurma nëpër shkollë është mirë, dhe këta e bëjnë edhe në verë kur nuk kanë zonës, tani mbarojnë edhe shkollat. Kanë ngel veç provimet. Edhe kjo është një alarm shumë i madh prej vitesh, sepse janë rritur konsumatorët nëpër shkolla, konsumatorët e hashashit, e kokainës e anë tjetër. Se këtu është bërë tani kokaina si pjatë e parë. Por ajo çfarë është thelbësore? Kjo është një alarm që është derivati i asaj çfarë ndodh lart. Kur ne kemi ortak të kryeministrit, obortar të kryeministrit dhe vetë kryeministrin, që flet dhe
lejon dhe u bekon punë të tyre trafikantëve të mëdhenj ndërkombëtar. Mora e pati kishte shkuar në Abu Dhabi për hallat e kinezëve, të vetat e të kinezëve, si 118 milionë euro i Smart City, në dhënat konfidenciale, personale, shqiptare dorëzon kinezëve ti. Por të truzëve, këto kinezëve, këto rusëve, do gjesh një gjë ta lësh NATO ti se këtu Shqipëria çka ka bërë? Të karrikën që kemi në NATO, kjo ka lënë një turn kinezëve, një turn rusëve. Po vendos shpaj atje nëse karrikën do tulën rusë të kinezëve, ta shërbejmë ne? Jemi ne shefat e NATO-s? Po kjo ka ardhur nëpërmjet kryeministit, nëpërmjet punëve të tij, ortakrive të tij. Tregti armës, ja ka dhënë këtij izraelitit, se tani ka çuar kret Izrael, po ç'është lobingjesh. Edhe kompani shtetërore naftës që krijoi, atij do jap. Të kenë kujdes ta kompanitë e naftës janë prag falimentimi, ta kompanitë e mëdha, janë rrugës për tu shkrehur, se ka vendosur fyrer i ortakëve kriminal, s'ja jap klientit të tij. Jet banka, një histori tjetër me kusure penale dhe korruptive. A ka një gjë që fut duart ky individ dhe shqiptarët nuk grabiten? Nëse shqiptarët janë të lumtur, janë të mrekulluar nga mënyra si vjedh Rama, janë të mahnitur nga mënyra si plaçkit, janë të pagojnë nga mënyra se si u merr pronën. Atëherë lumturia e tyre i qoftë në parajs. Okej, do rikthehem sërish për një pyetje për sa i përket çështjes me Malijet e Pelenës, atyre zonave të cilat dikur patën në periferi, por atë ka më shumë terren shteti apo individi. Këtu do rikthehem për diskutim se kam pyetje për në ardhinarët përse sa më shumë largohemi nga Tirana, aq më shumë duket sikur mungon dora e ligjit. Po është normale ajo. Unë çuditem mbi ne që pas ka 30 vjeçar në Malije. I burgë. Se do të ketë sa vjeçare lartë. Sepse aty teorikisht në këto qytete, dhe nuk e them për bullizëm këtë, që mos më keq kuptojnë njerëzit, po ato që dikur janë të varfër ekonomikisht. Me Malija qyteti më i varfër në Shqipëri, ë? O ande, ne po varfërohemi mentalisht më burr, jo nga xhepi më. Njeriu nuk varfërohet vetëm nga xhepi me zotëri nderuar. Njeriu varfërohet nga shpirti, nga mendja, nga zemra, nga shumë gjëra më burr. Kur ti shikon qytetet të tëra, vdekje arsimore kulturore, ti ke marrë fund më çdo histori tani, më kupton drejtë domethënë. Dhe këto historira pastaj, me thënë drejtën, unë nuk kam qef shumë ti jap në konotacion të madh mediatik. Pse? Sepse janë konkret banale për mendimin tim. Pavarësisht se teorikisht ti si moderator thua domethënë që është një ngjarje e rëndë, dhe teorikisht është e rëndë. Unë jo si ngjarje. Po pra, është e rëndë më. Por nuk duhet dhënë për një arsye të vetme them unë tani, sepse të tilla ngjarje në qytete të vogla janë të bujshme tani. Në qoftë se para një 20 vitesh flisnin për banda po them unë, po banda, po ishin vërtet banda ato, në Lushnjë apo në Fier, tani nuk ka më atë, sepse edhe Lushnja dhe Fier po kthehet në fshat më burr. Ton ti domethënë që këta thon bën census 2 milion banor, por këtu në këtë vend domethënë që është thyer në një fjetore të madhe, nuk ka më shumë se 1.2 milion banor. Dhe këto janë ngjarje të cilat janë lehtësisht të verifikueshme në qytete ku në orën 6 masdite ka vdekur. Nuk shef njeri ende. Shtetërrafim. Po të shkoje përpara 2 javësh në Përmet, një qytet ndar më të bukurit në Shqipëri, në orën 2 mbasdite nuk shifje kam njeriu. Ajo ishte domethënë të futesh në një lloj trishtimi, plogështie se thosha ore çka ka ndodhur më vëlla këtu. Pavarësisht se është orar dreke, po dikush do të kaloj. Tani për të kthyer te kjo që thua ti, me Malia i vëlla, sepse Përmeti është prapë një standard një shkallë më lart, ë. Prapë pa bër bullizëm social, po të them një tjetër. Me Malje, këta njihen me gishtat e njerëz dorë, ti mendoj që policia e Memalijait apo policia e Këlqyrës apo e Përmetit apo Gjirokastës apo e Prenjasit apo e Librazhdit, që janë po them qytete me të njëjtin le të themi standard jetese me njësi, nuk i din se kush janë ata që marrin me një cigare hashash apo me droga me 10% pastërtim. I din më shumë mirë. Problemi që ndron domethënë që ata thonë, unë s'po i ngacmoj, ata s'm ngacmojnë. Unë po bëj 5 lekë këtu sepse për lekut për aty do vinë. Ti e ke në skalet këtë çështjen e call center. Ore nuk ndodh në Shqipëri as baste sportive që akoma nuk i kanë nxjerr dhe ka humbur. Bandat i kontrollojnë kudo në çdo qaf. Dhe as call centera nëse ti nuk ke bekimin e policisë. Nuk ndodh, harroje. Nëse nuk paguhen. Nuk ndodh. Nuk ka që ti të bësh call center në Republikën e Shqipërisë apo të vësh baste sportive
ku do qofshin ato, në rast se nuk dërovit policin. Po thua që dhe në këtë rast, në këto qytete, po ka kanë lënë të